sepse kanë qenë bindur që po të dërgoheshin atë lonë në gjykatën kushtetuese, zonja Osmani do të kualifikohej për shkelje të rënda kushtetuese gjatë ushtrimit dhe mos ushtrimit të detyrave dhe në mandatin e saj. Dhe LDK ka hezituar të bëjë këtë me kalkulimin se mund t'ju hakmerret politikisht e elektoralisht. Cili është rezultati sot? 15 deputet. 15 deputet. Ai është përbly politikisht, ja. Në fund, Lidhja Demokratike e Kosovës, madje jo vetëm që nuk abstenoj, por për ta shmangur edhe etiketimin nga lëvizjeve të ndosje dhe Albin Kurti se është me listën serbe dhe kundër çlirimit të serbeve të Kosovës nga ndikimi i Beogradit, u përcaktua të votoj edhe për Nenad Rashiqin. Pra që ta fitoj certifikatën patriotike të lëvizjes dhe ndosje dhe të Albin Kurtit, ky subjekt politik u përcaktua që të votoj edhe për Nenad Rashiqin. Që vish të shmang këto etiketime. Cili është rezultati? Gabimit të trashën të leadership. Cili është rezultati? Të fetist. Dhe rezultati është katastrofal për këtë subjekt politik. Pra, pikërisht kalkulimi se duke qenë tolerant në raport me këto tema mund të përfitojmë politikisht, u tregua i disfavorizëm. Lumiri po lëviz, po ec. Lumiri po kush do që e merr detyrën e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Përkundër temave tjera, veç një gjë duhet ta ketë qartë, që të mos i bëj gabimet që i ka bërë Lumir Abdixhiku.